Kamerat tona e kanë ndjekë prej afër making of e videoklipit më të ri të Londrem me Mekajt, fituesit të edicionit të fundit të Big Brother VIP Kosova. Nga që ka kemi pa e një, po doke që kjo këngë shumë shpejt ka me u bu një prej hiteve të verës. E kësaj here, artisti po vjen me një tjetër vibe, mirë po me energji të njëjtë. Përmes këtij materiali keni me pas mundësi me ndjek pamje ekskluzive, pra paskena dhe detaje që nuk i keni pa hala në lidhje me projektin e tij më të ri. Prive. Me lundrimin gjithmonë energjia është e mirë. Nëse nuk e dini për kë e kemi fjalën, ai u kujton edhe një herë kush është. Përshëndetje Blinera, unë përndryshe jam fituesi ma i meritum i Bigot në i herë, Lëndrimi. Mirë se ardhët përmes Prive në prapaskenat e klipit më të ri të Lëndrimit. Një këngë shumë ritmike, që i flet dashurisë e që e mban Lëndrimin në habitatin e tij, është ajo për të cilën po punohej atë ditë. Atmosfera e papërshkrueshme e punës bënte që njerëzit më shumë të argëtoheshin se sa të lodheshin. Plus që kishin fatin që të parë të dëgjojnë këngën e re e të papublikuar. I veshur me një kostum të mirë menduar, Lëndrimi në disa momente të klipit ishte mësuesi më i çmendur që keni parë, që nxënësit i mësonte se si të modelonin e kërcenin, gjithmonë duke thirrur ngom. Ngam, apo mgan, qa po të thëmë? Kon ka qëtë ngam, qa po të thëmë? Disa momente i ndau që për shikuesit të shpjegonte edhe pak anatomi. Okej, opa, na falë syshet. Për ndryshe, sot jena të mësu për Human Anatomy dhe Diva Edition, do me thonë anatomin e divave. Këtë, s'përi që shme e qujtë, këtu klasifikime nuk i ka se cili person i zakonshëm, i kanë veç diva, do me thonë aur, vetbesim, slay, system, main character, energy, diva reflex të kuka, do me thonë kjo është pjesa ma e ndishme e divave, bone u përshë që kjo diva tërt, des. Attention organ, do me thonë këtu, bektuhit, furnizohet komplet sistemi diva. Që kjo diva kush është diva këtë? Kush është diva, pritet të merret vesh shumë shpejt. Me kongën, jo kongën s'pe kalzoj, valla. Ju e keni një, po... Masi qitën. A masi qitëni, okej. Me kongën, ngëm, qa po të thëmë. Ose veç ngëm. Në klip me Lëndrimin në Shtederita, vajza nga diaspora që ka kap TikTok-un në duar e po prek sukseset bashkë me artist. Edhe me Lëndrimin e kemi parë me një herë pas daljes. Ndaj, duke qenë edhe Rita aty, s'kishte si të mos ndalej për pak puna në gjysmë sa për një TikTok. Kur jemi te TikToku dhe viraliteti, edhe për ngom po punohet që të shkoj drejt asaj rruge, ose të paktën për viralitet po shpreson e punon artisti. Shpresojmë, mendojmë, dëshirojmë dhe do të ndodhë, do i kalojmë. Daljet pas Big Brother VIP Kosova e tutje i kishte të rradha në përmedia. Madje së fundmi i pati fshirë të gjitha postimet edhe në rrjetet sociale. Kjo heshtje totale e Lëndrimit vlen të theksohet ndryshe prej të gjithë ish-banorëve të tjerë, ndodhi sepse ndryshe nga të gjithë, Lëndrimi ka vendosur përkushtohet 100% punës dhe suksesit. Me thonë drejtën është shko një periudhë shumë dinamike, një periudhë ku mu ka dash me punu tepër shumë dhe fokusi është shko non-stop muzik, edhe për qëtë arsye nuk më dash nështë ta me u shfaq shumë, se jom konë atë fazën e tranzicionit prej Lëndrimi i Big Brother në Lëndrimin se artist, i fokusum 100%, kështu që o konë normal fazë e lëllshme, po diçka që e kom bu me shumë qef, edhe që është një eksperiencë e papërshkrueshme. Do me thonë shumë punë, shumë angazhime, po fokusi është te qëllimi për cilën edhe jom him big, që më bo një artist që Kosova ka nevojë. Tash, pavarësisht të gjitha rrugtimeve për karrierë, ai po punon që të arrijë suksese, e që rëndësi po i kushton titullit si artist. Lëndrimin dhe të gjithë që qëndrojnë për 3 muaj në atë shtëpi, i njeh Knofka ai Big Brother.
Pra, sa do që koha të kaloj, njerëzit aty këtu do ta quajnë lëndrimi i Big Brother. Por ai është nga ata njerëzit që është i vetëdijshëm prej nga e ka marrë vëmendjen dhe kjo nuk i pengon as pak, madje është falendërues. Jo, me të drejtë nuk më pengon as pak, normal që ka një herë në ashtat din me u bojë lëshme se janë fjallë të njajta non-stop, po se di, më pëlqen tepër shumë edhe deshte shumica njerëzve, jo shumica për nashtë, krejt njerëz që më njohin mas Bigut, më ka njohë në Big, kështu që normal që gjithë të cili që më takon ka qef me më pyt, qysh ke, a ka skenare, a ka kështu, do me thonë një interesant tepër shumë se qka zihet në Big edhe a është 100% qka shojnë ata prej televizionit, sikur mrena që ndodhë. Edhe normal që unë ju thëmë, jo, është krejt ndryshe. A ka skenare? Unë personalisht jo, po ka pas. O, qa ka pas, po... Mirë gjatë Bigut, po pas ti, a ka skenare se? Po qysh s'ka skenaret më të mëdha, për disa persona janë jashtë Bigut dhe vazhdojnë me kohën mas Bigut. Jo veç lëndrimi ka qëndruar i heshtur nga ish-banorët, ka edhe të tjerë ndonë se janë të rallë. Edhe jo vetëm lëndrimi ka qenë këngëtari i shtëpisë. Ndaj, shfrytëzojmë rastin ta pyesim, a është duke përgatit lëndrimi ndonjë bashkëpunim me dikë nga ish-banorët e Big Brother VIP Kosova 4? Nashta dhe ka me pas. Ka me pas. Yes. Ja, s'moj me zbulu personin. Po, hajdeni me një kong tjetër kur të bojna edhe nështë e zbulon një vend. Po juve prives klanit nuk ju i kur gjokë, që besoj keni me zbulu. Edhe pse bëllë i natin vjem, po qa me bu. Ne e pritëm edhe një sken tjetër, veshjen si disco ball. Edhe pse me gjas, lëndrimi me ekip duke gjiruar kanë qëndruar tër natën, po një lloj në super energji e pozitivitet. E rëndësishme është që ai po punon dhe cikli për të sjellë krijime të reja sapo ka filluar. Për momentin që to është fokusi, për mu personalisht, Bigu ka mbaru, ja ku marrë të natë mirat, se di, nëse më kishe veta e kisha bo prap, nuk e kisha bo, për shkak se e kom shiju në maksimum edhe nuk është që kisha dash nështë ta me përjetu një eksperiencë njajt prap, se s'besoj që e kisha përjetu njajt bukur që kom përjetu të paren, kështu që I'm moving on, jom të fokusu që është ashtë edhe ma heret të projektet e mija, edhe për mu Bigu ka mbaru, kush do me bo Big jashtë, le të vazhdojnë, for me it's over. Kështu erdhëm edhe në fund të një materiali tjetër me një personazh që ju e doni kaq shumë. Blinera po më përcjell gjithë ka vlla. S'di që është. Po e ka komën e hajrit, kështu e ka një energji të mirë, kështu që sa ardhem Blinera di që sanet kanë sukses, kështu që Bliner, you're welcome. E kemi ndjekë që në hyrje në Big Brother VIP Kosova e do vazhdojmë ta ndjekim edhe tutje në projekte të reja e në rrugtimet e jetës. Kujtojmë se Ngom është njëra ndër këngët e EP-s që lëndrimi vetë se ka filluar të publikojë.